Me pra bashkë, ndërkaq tani është koha që të bashkë bisedoj me musafirin tim të radhës, me mua këtu afër është juristi Lurik Lipoveci, me cilin do të flasim pikërisht për datën që jemi sot. Data 2 korrike e vitit 1990 mund të themi që ka qenë data më dramatike për historinë e Kosovës, andaj do të flasim pikërisht se çfarë ka ndodhur në këtë ditë dhe për këtë detaje më shumë na jep vetë Loriku. Lorik, mirë se erdhe, shumë kënaqësi me të pasur. Mirë se gjeta, ju faleminderit për ftesën. Pse mund të themi se kjo datë si ndoshta që mund të themi që edhe është haru pak nga institucionet tona, gjithsesi konsiderohet si njërë ndër datat më të rëndësishme të historisë të Kosovës. Po, është të vërtet se është njërë ndër datat më të rëndësishme në historinë e re politike të Kosovës dhe në bashkë shqiptarëve. Sot do të thotë festojmë 36 vjetorin e deklaratës kushtetuese të 2 korrikut 1990 dhe deklarata kushtetuese 2 korrikut 1990 nuk është vetëm deklarim politik, por është edhe deklarim juridiko-politik dhe e cila i ka hapur rrugë të mëtejme për shpalljen e pavarësisë së Republikës së Kosovës. Deklarata kushtetuese 2 korrikut 1990, siç e dimë, është nxjerrë në rrethana të represionit të forcave serbe, sepse delegatët e asaj kohe nuk janë leju ta mbajnë mbledhjen e rregullt në sallën brenda kuvendit të Kosovës, por janë detyruar të dalin jashtë brenda rrethimit, kuptohet në oborr para kuvendit, dhe 114 delegatë e kanë shpallë deklaratën kushtetuese për pavarësinë kuadër të konfederatës së asaj kohe. Ky është akti më i madh juridiko-politik i viteve të fundit deri paraprakisht do të thotë derisa ka ardhur deklarata pavarësisë së Republikës Kosovës. Çfarë po ndodhte politikisht në atë kohë? Dhe tu e marr parasysh që përmendet që kanë qenë dyert e mbyllura dhe kanë lexuar e kanë shpallur pikërisht. Po duhet të theksojmë në kushte më të vështira të mundshme. Po kanë qenë kushte shumë të vështira, se ndoshta të shikuar në kontekstin e kohës, ne edhe nuk mund t'i kuptojmë, por ka fol historia mbi këtë çështje dhe delegatët të cilët sot janë gjallë. Po. E një ndërta është edhe babai juaj për shikuesit. Po, faleminderit, është njëri ndër delegatët është edhe babai im, që ka nënshkruar dhe ka qenë aty. Duhet të theksoj disa topat që ta kemi me të qartë, nëse mundem, kështu, siç dihet, ne kemi qenë pushtuar me shekuj, pastaj kemi qenë pushtuar në 1913 nga forcat, nga Republika Serbisë ose Serbia asaj kohe. Ky pushtim ka zgjatur pothuajse një shekull. Edhe në vitin 1945, kuvendi i pas luftës së Kosovës, i forcave partizane në atë kohë, e jugoslave, por edhe disa partizanëve nga Kosova që kanë qenë aty me korrekt të vitit 1945 në Prizren mbahet një kuvend dhe aty vendosin që Kosova të mbetet pjesë e Serbisë. Fatkeqësisht pastaj ka vazhduar do të thotë që Kosova me atë dokument për 45 vite deri me 2 korrekt të jetë pjesë e sistemit politik dhe kushtetues të ish Jugosllavisë. Në vitin 1974, Kosova i fiton disa kompetenca kushtetuese me kushtetutin e vitit 1974 si njësi krahinore autonome. Në vitin 1989, do thotë gjatë kësaj kohe ka pas represione të formave të ndryshme, duhet ta kemi qartë, do thotë kanë pas edhe lëvizje kombëtare, protesta, demonstrata studentëve, pastaj ka pas njerëz që kanë dhënë edhe jetën për liri, me kërkesë për pavarësi. Ikje gjitha kanë qenë. Në vitin arrestime shumë çka gjitha. Në vitin 1989, me 23 mars 1989, kuvendi i atëhershëm i Kosovës në direktiva dhe urdhra të Serbisë dhe e suprimon autonominë e Kosovës. Do thonë të vitit 74, edhe kthejnë gjendjen që Kosova të jetë një lloj qarku, ta themi në atë kohën quajtë qarqe brenda Jugosllavisë atëhershme. Do thotë i suprimohen gjitha kompetencat që ka pas si krahinë autonome. Fatkeqësisht ajo është votuar edhe nga shumë deputet asaj kohe, delegatë shqiptarë. Pastaj në atë kohë ka qenë sistemi i delegimit që quhet, edhe ka ardhur legjislatura e re, do thotë, pas një kohe që po flasim këta delegatët legjitim janë të 2 korrikut 1990 sipas sistemit të kohës dhe duke pa gjendjen e rënd të popullit shqiptar, do thotë, duke pa që represioni është shtutje mase, duke artikuluar kërkesën për pavarësi, bashkëpunim edhe me aktorë tjerë që kanë qenë. Do të thotë në atë kohë ka qenë sapo themeluar Lidhja Demokratike e Kosovës. Pastaj rolin shumë të madh në
që ka paraprit deklaratës kushtetuese 2 kurrikut e ka pas Akademia e Shkencave dhe Arteve Kosovës, e udhëhequr në atë kohë në seksionin e shkencave shoqërore nga akademiku Gazben Zajmi. Do thotë, me 14 qershor të ati viti 1990 është mbajtur mbledhja e Akademisë Shkencave dhe Arteve Kosovës me këtë temë. Dhe në atë mbledhje janë nxjerrë konkluzionet se ku duhet shkojë Kosova, si duhet të paraqitet përpara represionit serb, në aspektin juridik po flas edhe politik, dhe janë dhënë rekomandimet se si duhet të vazhdohet më tutje. Bazuar në këto rekomandime, aty është themeluar një komision juridiko kushtetues, ka qenë ndjeri Kurtesh Saliu, profesor doktor Ismet Saliu është gjallë, kanë qenë aty të tjerë të mos të hyjnë hak se të ashti aty, po më kujtua profesor doktor Ismet Saliu, profesori i njohur, kanë qenë në kontakt të gjithë këta me akademikun Femi Agani të ndjerin dhe me presidentin Rogova. Gazben Zajmi ka qenë akademiku i ndjerë, profesor doktor Gazben Zajmi ka qenë kryesori në katedrën e shkencave shoqërore, do të thotë, dhe i cili ka kontribuar shumë në këtë aspekt. Pastaj në bazë këtyre konkluzioneve të Akademisë Shkencave dhe Arteve të Kosovës, delegatët, në atë kohë quajnë delegat, po janë deputetët sot quhen, e njëjta është, po ka qenë sistemi delegimit, prandaj është quajtur delegat. Delegatët e Kuvendit të Kosovës vendosin që ta marrin hapin më të madh juridiko-politik deri në atë kohë dhe në ato kushte e shpallin Kosovën, do thonë si njësi të barabartë në konfederatën asaj kohe. Kjo pastaj është prit me një represion shumë të madh nga shteti serb. Do të thotë sepse shteti serb mas në disa ditë mbas kanë nxjerrë disa vendime, do të thotë të cilat e kanë shtu dhunën, represionin, pastaj kanë ato janë quajtur ato ligje, në fakt ata i kanë quajtur ligje, po vetëm ligje nuk kanë qenë. Edhe me ato ligje për masa të dhunshme që ne i quajmë, ligjet të veçanta i kanë quajtur ata, është bërë ndërhyrja në radio-televizionin e Prishtinës, janë suprimu gjithë organet nivelit qendror në Prishtinë, po dhe niveleve lokale, janë largu njerëzit, punëtorë, do të thotë zyrtarë nga ndërmarrjet publike, dhe ka fillu një lloj represioni i barabartë me apartheidet ose gjenocidet, si që dimë e kemi përjetuar ato, po kjo ka qenë, do të thotë deklarata kushtetuese e 2 kurrikut 1990 në vetvete ngërthen sistemin e të drejtave të njerëzit. Duhet të theksohet kjo se nuk ka qenë deklaratë e cila është vetëm në aspektin politik, po ka qenë shumë e thelluar, shumë akademike, shumë moderne në atë kohë, ka qenë edhe në aspektin e të drejtave të njerëzit. Edhe mira kësaj është duhet të theksuar se 3 elemente kryesore ka deklarata që duhet të njohim ose të theksojmë. Lutem. E para është shpallë, do thotë njësi e barabartë Republikë Kuadër Konfederatës. E dyta është shumë e rëndësishme të ceket, se nuk po ceket prej kolegëve tjerë, ndoshta për shkak mungesës kohës ose diçka tjetër, është shpallë populli shqiptar, shpallë komp. Është të pika veçantë, sepse deri atëherë është konsideruar në Jugosllavi është konsideruar kombësi, sot në temën sot i bën pak kic kombëtare. Prandaj është shumë e madhe sepse shpallë kombi shqiptar, shpallë komp shtet formus, do të thotë. Edhe në deklaratë kushtetuese thuhet qartazi se shqiptarët e Kosovës e themelojnë aspiratin ose shpreh aspirata për pavarësi, që është një gjë shumë e madhe. Dhe e treta, jo shumë e rëndësishme është që nuk është theksuar nga shumë kush, është ajo që thash pak më parë, që është abroguar 23 marsi vitit 1989 suprimimi i autonomisë Kosovës. Do të thotë është abroguar në mënyrë të shprehur. Kjo nënkupton që është abroguar në mënyrë të heshtur sipas Akademisë Shkencave dhe Arteve të Kosovës dhe ipso iure sipas rregullave juridike, të thotë që ne i zbatojmë, është abroguar në mënyrë të heshtur deklarata e 1945 ku Kosova është bashkangjitur të Serbisë. Do të thotë me këtë akt janë anuluar 2 aktet më antishqiptare që kanë ekzistuar në formë të shkruar. Deklarata 1945 dhe deklarata kur suprimohet autonomia me 23 mars 1989. Përpos asaj të para që është shpallë pavarësi, këto janë do të thotë disa elemente shumë të mëdha që i hasim në këtë deklaratë. Elemente tjera që duhet i theksojmë shumë pozitive, që siç thash më lart është sistemi i drejtave të njerëzit. Do të thotë deklarata është bazuar në deklaratën universale të drejtave të njerëzit, është në konventat e Helsinkit dhe gjitha konventat ndërkombëtare mbi drejtat e njerëzit europiane kryesisht,
ku pakicave kombëtare ju njihet e drejta që të jenë të barabartë në shoqërinë kosovare. Do të thotë nuk i mohohet asnjë drejtë. Pastaj ka kompetenca mbi organe të tjera ku pakicat kombëtare në atë kohë disa të drejta që i kanë pasur në deklaratën kushtetuese dy kurrikut, që pastaj është materializuar në fakt me Kushtetutën e Republikës Kosovës në 7 shtator, nuk i kanë ndoshta sot sa ka qenë aq avangardë ka qenë, aq pozitive ka qenë. Do të thotë ka plotësuar mozaikun e legitimitetit dhe aspiratës së popullit shqiptar në Kosovë. Dhe si u arrit tani që këta 114 deputat të mbledhen dhe të shpallin, po themi, apo të Po, të e kanë shpallë, fakt, po. Po, pikrisht. Në gjitha ato kushte që u përmendën pak më herët dhe rrezikun që e kanë bajt mbi vete. E thamë që në fillim kanë qenë dyert, kanë qenë të mbyllura dhe gjithë këtë është dashur ta bëjnë jashtë. E kam bërë jashtë, ndërsa edhe para përgatitit për deklaratën kanë qenë shumë... Dhe edhe njëherë ka qenë dhe vazhdon të jetë legjitime. Po, legjitime dhe legale. Sepse deputetët, delegatë të asaj kohë kanë qenë të zgjedhur legalisht sipas sistemit të kohës. Do të thotë kanë qenë. Edhe duhet të theksojmë sepse disa javë, siç thash, Akademia e Shkencave kur 2 javë në herë përfaqësisht me 14 qershor kur morëm mbledhjen, pastaj themelohet komisioni brenda akademisë, komisioni i profesorëve. Edhe ata veprojnë në mënyrë të fshehur, sepse dihet represioni. Do të thotë profesori Smetsalihu, edhe gjithë akademikët tjerë, se mos të him në hak tash, kretë kanë qenë aty, janë emrat e shënuar në Akademinë e Shkencave dhe në dokumentet tjera. Këta kanë vepruar në fshehtësi, në bashkëpunim plot edhe në shtëpi private e kanë shkruar, e kanë hartuar deklaratën kushtetuese, por edhe akte të tjera që i paraprin vendimet dhe mënyrën e votimeve të gjitha këto. Në rrethonat sodet ndoshta ne nuk mund t'i kuptojmë, sepse dihet në atë kohë ka qenë lloj shtetërrethimi prej forcave serbe, policisë në Kosovë. Pastaj nuk ka pas mjete teknike, ka qenë, tash po dalin disa detaje, ka pas mungesë edhe të fotokopjeve, ka pas mungesë të kamerave, një radio televizioni Prishtinës ka qenë. Për ta dokumentuar gjitha ato, ka pas edhe të natyrës administrative teknike probleme, po të gjitha i kanë tejkalu, do të thotë. Pastaj ka dhe stafi administrativ i sekretarisë së kuvendit asaj kohe. Personat kanë ndihmuar shumë juristët asaj kohe. Secili ka kryer detyrën e vet. Kur është ardhur momenti që të shpallet deklarata, do të thotë, do të thonë represionin nuk i lejojnë edhe kërcënojnë me vrasje. Delegatët kërcënojnë me vrasje, thotë nëse e shpallni këto, ne do t'ju vrasim. Kurse në gjitha anë tjera të Prishtinës, do thotë përmi komunë, përmi kuvendin Parlamentin e sotëm kanë qenë snajperët e policisë serbe. Të gatshëm për të vepruar. Të gatshëm për të vepruar edhe do të thonë kanë pas jetën e rrezik, por delegatët paraprakisht e marrin një vendim, i cili është një vendim shumë i madh në aspektin historik. Morën thonë ne do ta lexojmë deklaratën, do ta shpallim. Nëse na sulmojnë me armë ose snajperë na vrasin, janë caktuar zëvendësit. Vritet njëri e lexon tjetër. Desa do të thonë 114 ato që kanë qenë, derisa të vrojë, ne do ta shpallim. Dikush prej neve do ta shpall. Kjo shumë edhe është emocionuese nëse shikohet. Kjo është jo emocionuese, por është rënqetëse në fakt, duke marrë parasysh që gjithë secili ka qenë i gatshëm të jap jetën vetëm për të lexuar dhe për të shpallur një deklaratë. Vetëm për ta shpallur, thotë nëse vritet i pari, ne do shkojmë deri te i fundit, do ta marrim letrën, deklaratën në dorë, do thotë, edhe do ta shpallim, ata ne të vazhdojmë na vrasin, ne nuk dorëzohemi. Kjo ka qenë shumë. Tash deklarata, ajo mbledhja aty është kryesuar nga Bujar Xherxhallu, delegati. Zoti Muharrem Shabani e ka lexuar deklaratën, edhe pastaj të gjithë të tjerët kanë votuar apo atë, edhe kanë nënshkruar deklarata dhe është votuar, duhet të theksohet se deklarata është më një herë i petur në sekretarisë kuvendit, domethënë ata kanë qenë shqiptarë para përgatitur edhe botohet në fleturën zyrtare të Kosovës asaj kohe me 3 korrek. Për të materializuar tërësisht që të jetë plotësisht legale. Edhe materializohet, botohet në fleturën zyrtare dhe hyn në fuqi. Pastaj, kur për fat mirë këta shpëtojnë, nuk ka pas sulm me armë aty, kuptohet ka pas kërcënime, kanosje, dhe gjitha forma tjera të kërcënimeve, kanosjeve, shantazheve tjera, po nuk janë dorëzuar, e kanë shpall, është botuar në fletorën zyrtare dhe ka hyrë në fuqi. Pastaj Serbia
e merë masa... Ka pasur arrestime për ndjekje përveç kanosjeve ndaj këtyre delegatëve? Në atë moment nuk ka pas, sepse kanë qenë thash deputet legjitim dhe kanë pas një lloj imuniteti. Të drejtën e plot për të drejtën e plot. Se deputetët kanë një lloj imuniteti politik mbi fjalën që kanë ose veprimet që i bëjnë në parlament. Duke qenë se këta kanë qenë legjitim, për fat mirë në ato momente nuk i kanë arrestu. Por duhet të më theksu se më vonë pastaj kanë pas, do thotë, pastaj sepse deklarata Dykurrikut pastaj është materializuar me 7 shtatorin kushtetutën, aprovimin e kushtetutës në Kaçanik, edhe pastaj kanë përndjek shumicën absolut të gjitha, janë detyruar me u largu prej vendit, në për vende ndryshme kanë kërkuar azil politik. Po. Fillimisht kanë shkuar në Maqedoni, në Kroaci, në Shqipëri, ku kanë pastaj disa vende të tjera, do të thotë kanë pas forma ndryshme të përndjekjes, por në ato momente jo, por duhet të theksojmë se Serbia menjëherë mas ne shpoll masat e dhunshme, ligjet e veçanta quhen, për rrethana të veçanta, edhe përmes gjykatës kushtetuese të Serbisë të asaj kohe e shfuqizon gjoja, se e shfuqizon, por nuk mundet gjykata... Mirë, fillimisht si e priti politika ndërkombëtare këtë shpallje këtë deklaratë në këtë fakt? Po, tash politika ndërkombëtare në atë kohë, ata që kanë qenë prezent në Kosovë, kanë qenë disa vëzhgues aty, prezent dhe disa gazetarë të asaj kohë të huaj, e kanë informu publikun, ata kanë prit mirë, kanë qenë më rëndësi që ka pasë përkrajt plot prej brenda vendit. Do të thotë strukturat në asaj kohë që kanë qenë Akademia e Shkencave, Lidhja Demokratike e Kosovës, por edhe disa sindikata kanë qenë shumë më të fuqishme në atë kohë, e kanë përkrah me letër, do të thotë kanë dërguar telegrama në atë kohë, në drejtim të kuvendit, e kanë arrit, do të thotë sekretaria e kuvendit i ka ato, edhe disa individë, personë, disa ndërmarrë të tjera e kanë mbështet, si të themi, e kanë përshëndet. Ajo ka qenë. Por populli gjithkund në rrugë, në shtëpi e ka mbështet, do të thotë kjo është e ditur butërisht. Edhe siç isha duke thënë, Serbia pastaj merr disa masa dhunshme. Gjykata kushtetuese e Serbisë gjoja është shpall pa vlefshme. Pastaj nxjerr kuvendi i Serbisë disa ligje arbitrare gjithë ato ligje, edhe kjo e gjykatës së Serbisë është arbitrare, do të thotë plotësisht. Edhe hyn ata vetëm kanë qenë, por do të thotë vazhdojnë represionin me masa dhunshme edhe faktikisht e godasin këtë infrastrukturën shtetërore të asaj kohe. Do të thotë, prej aty pastaj është deklarata kushtetuese konsiderohet si një lloj piknisje e rezistencës civile dhe ushtarake në Kosovë, sepse duke materializuar me 7 shtatorin kushtetutën pastaj në bazë deklaratës që është nxjerrë në Kaçanik. Atëherë janë themeluar institucionet e Republikës Kosovës, janë caktuar zgjedhjet tashme, ku dalin 2 milion votues Kosovës votojnë, janë caktuar institucionet, kanë filluar përgatitjet ushtarake, në bazë të legitimitetit që ka pas deklarata dhe kushtetuta, kanë filluar, do të thotë, edhe herojt kombëtar që i kemi sot, kanë filluar ushtrimet e para me u bën në Shqipëri edhe gjitha organizimet, po duke pas vijën institucionale, duke qenë legitimitetit tek deklarata Dykurrikut. Po, thuhet se kjo deklaratë, kjo datë, shpesh lidhet edhe normalisht konsiderohet si hapi i parë drejt pavarësisë që e gëzojmë sot. Po, është vërtet, është shkenca, do të thotë, juridike botërore, veçanërisht kjo drejtës ndërkombëtare europiane, shkencëtarë gjerman në veçanti, thonë këtë që ju sapo thatë që është piknisje, edhe është, por kjo është konfirmuar më vonë edhe me punime shkencore, por edhe me gjykatën ndërkombëtare drejtësisë me vendimin e pavarësisë Kosovës, është piknisja e legitimitetit, shpreja vullnetit politik, shpreja vullnetit juridik, shpreja aspiratës kombëtare për liri dhe pavarësi, edhe mbetet njëra ndër dokumentet dhe njëra ndër datat më të rëndësishme unë e konsideroj të mbar kombes shqiptare, jo vetëm të Kosovës, por të mbar kombes shqiptar, sepse, siç thash edhe më herët, është piknisja e rezistencës civile ushtarake, e cila ka kulmu pastaj me luftën për çlirim, ndërhyrjen e NATO-s, edhe lirinë tonë, shpalljen e pavarësisë Republikës Kosovës. Edhe jemi ku jemi, do të thotë të lirë. E gëzojmë sot lirin, patjetër që po. Në ndërkohë e përmendëm që njëri nga delegatët ka qenë edhe babai juaj, e po besoj që të ka dhënë edhe informacione, histori, ndoshta edhe detaje pikërisht të asaj dite. Po, ka pas fatin që tjetë delegat, baba im doktor Gzim Lipoveci, mjek i vjetër është, edhe gjatë bisedave ndoshta që kemi pas, së bashku, po qysh se i ku kom qenë, gjithmonë mi ka tregu ato detajet,
për atë sa ka mujt me pas informacion, po janë detaje shumë interesante, disa për këtyre vetëm i thashë njohin të tjerë. Patjetër. E tani çdo njëri prej delegatëve që ka qenë aty ka përjetimet e veta, ose sepse i ka pasur detyrë të caktuar të vetar. Tani nëse ne kthehemi në kohë ose nëse i shikojmë prej kohës sotme kur po flasim, siç thashë më duken pakës të pakapshme për veçanërisht për të rinjën e sotës, sepse ne edhe kemi përjetuar dhunën e këto. Ka pasur pengesa juridike, ka pasur nga serbët kuptohet, ato që kanë qenë delegatë serb, kanë qenë kryetarët komisioneve serbe, kështu ka pasur kanosin nga policia serbe, ka pasur kanosin nga shërbimi sekret i asaj kohe serb. Ka pasur kundërshtime të mëdha politike nga bota serbe në përgjithësi, do të thotë. Po ka pasur edhe pengesa të natyrës teknike administrative, sepse ka qenë kohë shtetërrëthimit, do të thotë dyqanet kanë qenë mbyll, nga njëherë delegatë kur kanë marrë shembull me fotokopju një dokument ose diçka s'kan pas fotokopje, o dashtë me shku me i lajmëru ata librashituesit, hapën ta zonë ose librarinë ose fotokopjen. Këtë to kanë bërë të rrezik, se kanë qenë përcjellur kretë. Gjatë gjithë kohës. Po, pastaj nuk ka pas ta zonë makinat mjaftueshme të shtypit në ato shtëpi ku e mbajnë pledhët e komisioneve paraprgaditore. Po. E kanë pas një edhe rreziku për të zënë pikërisht me këto dokumente në dorë. Këto kanë qenë rrethona të jashtëzakonshme. Do të thotë unë konsideroj që ndoshta qendra kinematografike e Kosovës duhet me bëu edhe një film dokumentar për këtë datë historike, sepse ne kemi delegatë të gjallë, një pjesë kanë ndrujet, fatkeqësisht nuk janë mesin tonë, shpresoj që kujtimi për ta do të jetë i përhershëm. Një pjesë pothuajse gjysma janë gjallë, në mosha mesatare tash në delegatë 75 vjeç, do të thotë, po i kemi ende edhe ka dorë Zoti janë edhe në gjendje të mirë fizike edhe mendore, një pjesë e madhe, shumica prej tyre, edhe ata vetëm i kanë dhënë dëshmitë e tyre në punime, në libra dhe në histori gojore, por ata vazhdojnë me qenë të gatshëm që të japin dëshmitë e tyre, të japin përjetimet e tyre për në çdo institucioni ose administrata apo instituti shkencor që ka dëshirë ose ka vullnet për me pas ato dëshmitë të dorës parë. Se jo edhe dokumentar. Po, mendoj që do të ishte mirë të jetë një dokumentar, sepse është datë e madhe, datë historike. Prandaj përderisa janë gjallë delegatët, ish delegatët e atëshëm, vlera do të ishte shumë më madhe se sa kur flet dikush sipas dëgjimit ose sipas dokumentave. Ne kemi njerëzit këtu. Është mirë që institucionet e Kosovës kanë filluar me kuptuar rëndësinë e kësaj date. Është mirë që pothuajse edhe ka një dekadë që institucionet më të larta të vendit, presidenca, qeveria, kryetari i kuvendit ose kryetaria i fton në takim rasti delegatët, i fton ku diskutojnë mbi deklaratën, e kujtojnë deklaratën, i kujtojnë ata delegatë që nuk janë mesin tonë, sepse për arsye natyrore do thotë çdo vit ndrojnë jetë disa prej tyre edhe kështu. Nëse hipotetikisht nuk do të kishte ndodhur shpallja e kësaj deklarate në datën 2 korrik, cili do të ishte po themi ndoshta rezultati, ku do të ishte Kosova sot? Po aspirata popullit shqiptar për liri do të thotë është shekullore. Ne kemi pas aspiratë dhe besoj që siç e kemi arritë do t'ja kishim arritë për me u shliru, edhe për me jetu të lirë, por mendoj që po të mos ishte deklarata në aspektin juridiku kushtetues, në aspektin juridiku politik, do të ishte shumë më vështirë konsolidimi i shtetësisë Kosovës. Do të thotë, nëse gjykata ndërkombëtare drejtësisë, nëse shkenca ndërkombëtare, drejta ndërkombëtare pranon rëndësinë e kësaj deklarate si piknisje, po të mos ishte kjo do të ishte shumë më vështirë të argumentohej para botës, veçanërisht sepse kemi ardhur në këtë ditë, do të thotë. Unë edhe një herë po them kuvendi ka qenë legjitim. Mbi këtë bazë edhe kuvendet tjera të ish republikave të konfederatës që kanë shpall pavarësinë. Dhe tani përderisa i është njohur pavarësia e vendeve tjera, është dashur të njihej edhe pavarësia e Kosovës. Është akti më i lartë juridiko-politik dhe historik që kanë nxjerrë kuvendi i Kosovës kuptohet deri me pavarësinë e Republikës Kosovës.
në 17 shkurtin këtë rast. Patjetër. Si ndërlidhet deklarata e Dykurikut tani me kushtetutën e Kaçanikut dhe referendumit të vitit 1991, sepse e përmende shumë Kalinthi, por gjithsesi ndoshta i takon që ta diskutojmë pak edhe këtë pjesë. Deklarata do të thotë shpreh aspiratin, shpreh bazat, shpreh vullnetin politik dhe juridik të delegatëve dhe të popullit të asaj kohe. Pastaj ajo materializohet, do të thotë në kushtetutë, sepse deklarata është deklaratë dhe materializohet me kustetutën e Kaçanikut. Përkundër gjitha përpjekjeve të regjimit serb për të hudhur poshtë dhe për regjimit serb për me hudhur poshtë, për me uzurpu gjitha institucionet, për me kërcënu, me bo gjitha ato represionet që i kanë bërë, është vendosur që të shkohet me materializim të kësaj deklarate, të nxjerrët kushtetuta me 7 shtator 1990, që njihet kushtetuta e Kaçanikut, sepse është nxjerrë në qytetin e Kaçanikut. Tani vjen pyetja pse është nxjerrë në Kaçanik, sepse nuk kanë mund ta nxjerrën në Prishtinë dhe në mënyrë sekrete kanë vendosur më shku në Kaçanik, sepse edhe Kaçaniku është territori i Republikës Kosovës, me shpalla të pallat kulturës të Kaçanikut. Edhe pastaj janë detyruar me u shpërngul, ka qenë edhe ideja që me dalë me njëherë në Maqedoni ku të shpallet, se nuk ka pas zgjidhje tjera, do të të rrethana shumë jashtëzakonshme kanë vepruar. Është ndoshta pakapshme prej sodit kontekst kohor me studiu ato rrethana. Edhe bëjnë edhe aktin do të tjetër që duhet në këtë rast materializohet do të deklarata, edhe plotësohet e gjithë korpusi kushtetues që t'jemi si ashtu. Aty pastaj në gjatë punimeve të kuvendit vendosin që të mbahen edhe zgjedhjet. Do të thotë që mbaj pastaj me 91, pastaj në tetor 91 që shprehet aspirata për Republikë të plotë të Kosovës. Do të thotë janë disa akte tjera që rrjedhin, por të gjitha rrjedhin prej Dykurikut. Do të thotë kushtetuta është materializimi i saj, pastaj ka veprime në bazë deklaratës Dykurikut, në bazë kushtetutës 7 shtatorit, rrjedhin këtë veprime deri në çlimin e Kosovës me 12 qershor 1999. Gjitha bazën e legitimitetit e kanë aty. Edhe themelimi i forcave të armatosura të Republikës Kosovës, edhe rezistenca civile, edhe arsimi që quhet paralel që kemi mbajt ne, edhe shëndetësia që është mbajt me forcat tona këtu, gjitha kanë legitimitetin tek deklarata edhe institucionet e asaj kohe, nga presidenti historik, deri tek institucionet më të fundit, do të thotë ministrat e asaj kohe që kanë qenë, kuvendi asaj kohe, institucionet lokale, gjithashka kanë qenë, aty legitimitetin e kanë tek deklarata Dykurikut, kushtetuta 7 shtatorit në Kaçanik e njohur tash kushtetuta e Kaçanikut e vazhdon deri në 12 qershor 1999. Patjetër që po. Gjithsesi ne duhet të themi fal atyre 114 delegatëve të cilët në një farë forme kanë sakrifikuar shumë, kanë qenë të gatshëm të japin edhe jetën pikërisht në ato momente. Tani më intereson shumë të di se a është vlerësuar sa duhet sakrifica e tyre. Tani sakrifica, populli shqiptar ka bërë shumë sakrifica. Do të thotë jemi kombi ndoshta i vetëm Ballkan që me shekuj kemi bërë sakrifica me brezat të tërë. Edhe sakrifica për atë ja blen, në çfarë do forme, ka edhe sakrifica sublime, që njerëz kanë dhënë jetën, ajo është më sublimja, herojt tanë, dëshmorët tanë, martirët tanë, ajo është sakrifica më sublime, po edhe të tjerë kanë dhënë kontributa të ndryshme, dikush më shumë, dikush më pak, por të gjitha kanë plotësuar aspiratën për liri dhe pavarësi. Të është deklarata delegatët dhe deklarata Dykurikut ka filluar me marrë rëndësinë e vet. Jo që ndoshta nuk ka pasur rëndësinë, por duke qenë me punë të tjera, duke qenë sfidat e shëndërtimit, disi ka mbet anësh, por me kohë ka marrë rëndësinë e vet historiko, juridike dhe politike që ka. Akademia e Shkencave dhe Arteve Kosovës para 2 viteve ka botu një libër, i cili ka dalë si pasojë një konferencë shkencore që kanë bërë veçanërisht për Dykurikun. Ajo është një gjë për të përshëndetë dhe shumë e mirë. Pastaj Akademia e Shkencave dhe Arteve Kosovës i ka botuar disa akte të tjera të Kuvendit të Republikës Kosovës. Praktikisht ka bërë një punë shumë të mirë në dokumentimin edhe zbërthimin edhe interpretimin e akteve kushtetuese të asaj kohe. Qeveria dhe institucionet e larta e përkujtojnë, edhe kjo është mirë që përkujtohet. Kanë filluar edhe me i ftu ish delegat në takim rasti ose takim protokollar, që ta shënojnë së bashku
këtë datë, kjo është një gjë shumë e mirë dhe domosdoshme. Konsideroj që duhet punohet ende. Konsideroj që duhet në kurrikulat e fakulteteve juridike në Kosovë, publike dhe private, të futet si njësi mësimore e veçantë deklarata kushtetuese të dy kurrikut. Pastaj mendoj se duhet, siç e thash më parë, të organizohet një dokumentar, një lloj festivali ose spar një film dokumentar të xhirohet. Duhet që shkencëtarë të ri juridiko-politik, kryesisht të drejtës kushtetuese dhe drejtës ndërkombëtare, të punojnë, të shkruajnë, të hartojnë punime shkencore dhe të publikojnë në revista ndërkombëtare, që ta dinë bërë bota, sepse të huajt kanë shkruar, do të thotë veçanërisht juristët gjerman kanë shkruar, por ajo shkenca është pa kufi, do të thotë gjithmonë duhet me shkruajt, gjithmonë duhet me përkujtu. Me përtri duhet, edhe me interpretu, se interpretimi nuk mbaron asnjëherë, do të thotë interpretimi jep hapësirë gjithëve, edhe të gjithë duke interpretuar e plotësojnë sa më shumë atë. Po, edhe gjeneratat më pas, se pastaj duhet në plan programet të shkollës. Kosova tani e gëzon pavarësinë, pse jo pas 100 viteve ata të cilët. Po, duhet me ditë çka ka ndodhur. Do të thotë duhet deklarata me qenë prezente, duhet në për gjitha muzeet e Kosovës, mendoj. Duhet me u informu gjitha institutet historike që merren, që ta kenë parasysh deklaratën, do të thonë historinë e saj. Duhet në plan programet e gjimnazeve shoqërore, kryesisht po dhe shkollave të tjera, të fillore dhe të mesme, një njësi mësimore tjetë për deklaratën kushtetuese të dy kurrikut. Që fëmijët tanë ta dinë s'paku baziken që në dy kurrik 1910 delegatët si përfaqësues popullit të Kosovës e kanë shpoll pavarësinë. Edhe kështu duhet me marrë disa hapa, po besoj edhe shpresoj shumë që do të mirën, sepse populli nuk harron, populli e don deklaratën kushtetuese të dy kurrikut, deklarata kushtetuese të dy kurrikut jeton brenda popullit. Do të thotë edhe shpresoj, besoj që kur nuk do të harrohet. Edhe unë ashtu shpresoj, edhe po shpresoj gjitha ato që i thatë pak më herët, e sidomos ndoshta në një formë edhe vizuele, të realizohet diçka pikërisht për nder të kësaj date. Unë bëj thirrje edhe nga emisioni juaj, nga televizioni juaj, që personat përgjegjës në Ministrinë e Kulturës, Qendër Kinematografike të Kosovës, në Akademinë e Shkencave, Institutet e Historisë, të ndërmarrin. Ka mjaftuar shumë materiale, njerëzit i përmendëm, janë delegatët të cilët ata fatmirësisht i kemi ende në mesin tonë. Sa janë gjallë, të gjithë, të ftohen, të japin dëshminë e tyre ose përjetimet e tyre, të bëhet një film dokumentar i cili mund të shfaqet në gjithë botën. Besoj që do të ishte një gjë shumë e duhur, shumë e bukur. Patjetër që po. A ka ngjen ndonjë detaj, Lorik, që ndoshta nuk është përmendur në intervistat e tjera apo nga kolegtu apo diçka e tillë që do të ta ndajmë? Ka detaje, tani edhe diçka mund t'i përmend, për shembull, është një detaj që në komunën e Deçanit kanë filluar edhe në komunën e Gjakovës me materializu aktet kushtetuese të kuvendit, duhet me thonë. Edhe njëri ndër ata që ka fillu i pari për me materializu në aspektin lokal deklaratën edhe kushtetuesen, ka qenë edhe heroi kombit, tani heroi kombit Sali Çekaj. Është një detaj, do të thotë. Kanë fillu edhe kuvendi në atë kohë, fjala 90-91, ku flas. Me njëherë mas kushtetutës ka qenë nikut, kuvendi komunal i Gjakovës atëherë ka fillu me apliku pjesë, pastaj Deçani me njëherë, do thotë heroi kombit Sali Çekaj ka qenë jurist i diplomuar. Edhe ka fillu me apliku kushtetutën, edhe po me njëherë kanë ndërhyjë Serbia dhe do të detyru me u largu me kërku azil politik, se nuk e kanë leju, do thotë, kanë qenë rrezik jete. Arrestimi nuk duket asgjë në krahasim me çfarë kanë përjetu, sepse edhe shumë njerëz edhe vranë atë kohë në demonstrata dhe në. Po, dhe më pas kanë prek edhe familjet, nuk është se kanë qenë vetëm ata personalisht të rrezikuar. Patjetër, kanë qenë gjithë rrezikuar, do të thotë ka detaje të tilla, por ndoshta nuk mjafton koha, sepse duhet një dokumentar 2 orë, 3 orë për me i thënë gjitha detajet. Unë mundova në pika të shkurta, dhe ato kryesorët së bashku me ju të zbërthejmë ose të tregojmë, por ka shumë për të folë për këtë ngjarje. Kënaqësi gjithsesi që të pata këtu dhe faleminderit shumë për gjitha këto që ndajtet me ne, sepse në fund të ditës unë gjithmonë e them, është më së miri që në forma të tilla të diskutojmë, të flasim edhe të mos harrojmë asnjëherë historinë e popullit tonë. Kështu që faleminderit edhe një herë. Faleminderit shumë edhe për juve për ftesën. Me mirë shisha të kjo. Kënaqësi edhe për ne. Me ishte mi të dash.